kanë majtë të gjuhës njerëzit kur ankohen për sfidat, për problemet e shumta në ekzistencën e tyre. Është një botë e padrejtë, thonë. Pse e thonë këtë? E keni vënë re, e keni marrë ndonjëherë në analizë, në zbërthim? Ata kanë drejt, sepse me të vërtetë është botë e padrejtë. Mirë po ato harrojnë sepse edhe ata vetë janë kjo pjesa e botës së padrejtë. A mund të kenë influencuar dhe vetë këta me sjelljen e tyre në këtë botë padrejtë? Si? Zoti thot në Kur'an, ne nuk i kemi bërë padrejtësi njerëzve, po janë ata që i kanë bërë padrejtësi vetëve të tyre. Pra janë njerëzit ata cilët po i bëjnë padrejtësi vetëve të tyre dhe mjaftohen me slogane të tilla që është bërë keq puna, s'ka drejtësi, mungon drejtësia. Pra ju thoni që fillimisht ato duhet shikojnë tek vetja se sa mund të kenë ndikuar në padrejtësinë e përgjithshme, viktimës së cilës mund të kenë rënë ato vetë një ditë. Padyshim, po mos harrojmë se kemi edhe një lloj padrejtësie tjetër, që është padrejtësia e njeriut ndaj Zotit. Zoti të krijon, furnizon, të jep të gjithë të mirat dhe ti prapë nuk e falenderon, dhe kjo është një lloj padrejtësie. Merre me mend sikur fëmia në një moment caktuar mos pranonte babën e tij apo nënën, ti thoshte s'pranoj për babë, s'pranoj për nënë. Çfarë do të thoshte shoqëria për këtë njerëz? Njeriu më i urryer, njeriu më i ulët që mund të ekzistojë. Njeriu më i padrejtë. Më i padrejtë, okay? Sepse fundit po mohon babën, po mohon nënën që i ka dhënë gjije etj. Po ai që mohon Zotin, kush ja dha dritën e diellit, kush ja dha tokën, kush ja dha ujin, kush ja dha atmosferën, kush Pra që këtu fillon, si thua, ky raport, prej këtij raporti fillon edhe buron njeriu në radhë parë duhet të jetë i drejtë me Zotin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Ç'është e drejta e Zotit ndaj nesh, ti themi faleminderit o Zot. Ta adhurojmë Zotin për të mira që na ka dhënë. Sepse e meriton, siç e thashë edhe më herët. Ai e meriton, nuk është se po na e kërkon këtë si diçka që nuk e meriton. Ai e meriton ta falenderojmë. Dhe kjo që thua ti, që thua botë e padrejtë dhe njerëzit me të vërtetë ankohen, ka një moment shumë të rëndësishëm. Mungesa e drejtësisë në këtë botë do të thotë se do të ketë një ditë që quhet dita e gjykimit, ku gjykatësi suprem do të jetë Zoti i gjithësisë. Aty drejtësia do të shkojë në vend. Pra shprehja e njerëzve, deklarimet e njerëzve se është padrejtësi, padrejtësia na mbyti, padrejtësi e madhe, atëherë ne themi prit se ka dhe një ditë kur do të ketë një drejtësi absolute, kur gjykatësi dhe gjykuesi do të jetë vetë Zoti i gjithësisë. Kjo nuk do të thotë që njeriu nuk duhet ta kërkojë të drejtën në këtë botë, absolutisht. Duhet ta kërkojë të drejtën në këtë botë, mirë po nëse për arsye të caktuara apo për arsye të ndryshme i mbyllen, atëherë ai le ta di se ka një ditë tjetër dhe një botë tjetër kur do të dalë përpara Zotit dhe do të jepet llogari dhe Zoti pastaj do të vendosi drejtsinë e tij absolute, ku të mirët dhe të drejtët e vërtet do shkojnë në xhenet dhe ata që kanë bërë padrejtësi do shkojnë në xhenet.